E bën edhe të drejtje ta kriminella. Po I vras njerëzit, po I lën pa bukë. Të pati me një krim të dali vetë nga molla. We will not be held responsible. Say, bull. Behavior independence. Say, no. Forced to live an excessive training this summer. Imagjino vetën tënde si u jeton në qendër të Varshavës. Është viti 1989. Ajri ka një erë tymi të ftohtë dhe dëshpërimi e shoqëron në çdo cep. Pepin, mbase e ke plot me para, miliona zlloti, por ato janë thuajse të pavlera. Nuk mund të blesh bukë, nuk mund të blesh mish, raftet janë bosh. Ndërtesat janë gri dhe ekonomia është efektivisht e vdekur. Nëse do ju thoja se brenda vetëm 30 vitesh, ky vend I ngrirë do të bëhej I pasur, madje më I pasur se sa Portugalia, se do të ishte në rrugën për të mundur dhe Mbretërinë e Bashkuar, dhe se do të kthehej në motorin prodhues të një kontinenti të tërë, do më thonit ku I merr ilaçet I vllai. Por kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Ndërsa pjesa tjetër e Evropës po fundosej në krizën financiare të vitit 2008, Polonia ishte I vetmi vend që mbijetoi, dhe jo vetëm mbijetoi, por lulëzoi. Quhet shpesh ishulli I gjelbër, por historia se si ata arritën aty ku janë nuk është thjesht prallë. Është një mësim brutal I ashpër mbi mbijetesën ekonomike. Kjo është mënyra se si Polonia e mundi perëndimin në lojën e vet. Gjej rastin të falenderoj të gjithë ata që I kanë ndjekur episodet e fundit. Ky për mua është pjesërisht një udhëtim I ri, është një format I ri dhe jam shumë falenderues që keni ndjekur, që keni lënë në komentet tuaja pëlqimet dhe që keni shpërndarë me miq, dhe ju lus edhe gjithë të tjerëve të vazhdoni ta ndiqni, të komentoni, qofshin këto edhe kritika dhe ta shpërndani me miq tuaj. Pjesa e parë. Si të vrasësh një ekonomi për ta shpëtuar atë. Të jemi të sinqertë, shumica e vendeve përpiqen të rregullojnë ekonomi të thyer me balestra apo amortizatorë të ndryshëm. Ndoshta ulin taksat, subvencionojnë diçka, por jo Polonia. Polonia vllai vendosi të bëj kirurgji nallbançe me sharë mesjatare. Ktu hyn në skenë Lech Belarović, njeriu që duhet të njihni dhe ta mbani mend. Në vitin 1989 ai u bë ministri I financave dhe e pa atë ekonominë polake, e cila ishte në thelb një trup I kalbur nga keq menaxhimi sovjetik, dhe tha, duhet ta shronjosim për ta ringjallur. Kjo ishte lindja e terapisë shokuese, ose zyrtarisht plani Belarović. Ja konteksti. Komunistët ishin larguar, por kishin lënë pas një katastrofë. Ne e njohim shumë mirë këtë. Inflacioni arrinte mbi 640%. Mendoje sikur merrje pagën në mëngjes dhe deri në drekë kishte humbur gjysmën e vlerës së saj. Qeveria nxirrte para në treg thuaj se I priste me gëshër. Sigurisht ishin letra aleje. Edhe pse ironikisht në atë kohë nuk kishte fare letra higjienike në dyqane. Plani I Belarovićit ishte I thjeshtë dhe I tmerrshëm deri diku. Të bëjmë gjithçka një herësh. Më 1 janar të vitit 1990, qeveria nuk është se thjesht ndryshoi rregullat, por e rishkruajti gjithë bazamentin ekonomik. Ata hoqën kontrollin e çmimeve. Dhe pa pritur çmimi I bukës nuk përcaktohej më nga një burokrat, ai caktohej nga tregu. Normalisht çmimet shpërthyen brenda natës. Më pas u shkurtuan subvencionet e qeverisë. Fabrika shtetërore që prodhonin mallra të padobitshme për dekada, morën udhër eksakt. Bëhuni produktiv ose mbytuni. Dhe normalisht shumica u mbytën. U hapën kufit për tregti dhe normalisht rezultati I menjëhershëm ishte kaos. Se imagjino ti jesh një punëtor polak në vitin 1990, dje fabrika e traktorëve ku ti punoje të kishte garantuar për gjithë jetën. Sot e njëjta fabrikë kishte falimentuar dhe ti I pa punë. Një bukë kushton sa një pagë javore. Ishte brutale. Ishte ekuivalenti ekonomik I lënies së heroinës nga sot nesër, edhe në të njëjtën kohë je duke marrë pjesë në një maraton. Papunësia u rrit në mënyrë dramatike. Po flasim 20% papunësi në disa rajone. Njerëzit shisnin gjërat e tyre personale në rrugë vetëm për të ngrënë. Kjo ishte zanafilla e lindjes së egër. Po ashtu si në perëndimin e egër, në fillim arrin krijimi I organizuar. Mashtrimet ishin kudo, ishte një kohë e errët dhe e rrezikshme. Por e vërteta është se funksionoi. Ndërsa fqinjet, si për shembull Ukraina, vendosën të ndiqnin rrugën e ngadalt dhe të qëndrueshme për të shmangur dhimbjen, Polonia e mori dhimbjen menjëherë. Ja disa statistika për shembull që janë teje tronditse. Në vitin 1990, prodhimi I brendshëm bruto për frym I Ukrainës ishte në fakt më I lartë se sa ajo e Polonisë. Ata ishin më të pasur. E ndërsa sot, ekonomia polake është 3 fish më e madhe se sa ajo e Ukrainës. Duke hequr amortizimet menjëherë, Belarovići ndaloi hiperinflacionin. Brenda 2 vitesh raftet u mbushën.
jo sepse qeveria urdhëroi, por se për herë të parë në 50 vite ishte me të vërtet fitimprurse të shitej diçka. Kjo terapia e shokut krijoi një brez njerëzish pa rjetë sigurie dhe ata kishin dy zgjidhje, ose do punonin fort, ose do vdisnin nga uria. Dhe ata në fakt punuan shumë fort, si kafsh. Kjo traumë bashkoi kombin në një makineri hiperkapitaliste, më themi. Ata nuk besonin më se qeveria do t'i shpëtonte. Ndërtuan miliona biznese të vogla thjesht nga nevoja. Në të njëjtën kohë, Europa perëndimore po fillonte të rehatojë dhe të bëjë burokratike, ndërsa Polonia performonte një ekonomi të re në hirin e dëshpërimit absolut postkomunist. Normalisht që pagua një çmim të rënd. Qytete fantazm, alkolizëm, familje të shkatruara, por vendosën themelet për mrekullinë që ishte gati të vinte. Fundja no pain, no gain. Por testi i vërtet nuk ishin vitet 90. Testi i vërtet erdhi kur pjesa tjetër e botës u shem. Hallka e dytë, anomalia e ishullit gjelbër. Si injorohet apokalipsi global? Tani zhvendosemi drejt vitit 2008. Mbani mend apo jo? Lehman Brothers u shem, tregu i pasurive të patundshme u shpërbë, Greqia ishte në gjendje pothuajse të shiste gjithçka, bile dhe ishujt e saj. Shtetet e Bashkuara po shtypnin para vetëm për të mbajtur dritat ndezur. I gjithë sistemi financiar global po kalonte një krizë rrënjësore nervore. Çdo vend i Bashkimit Evropian hyri në recesion, Gjermania, Franca, Italia, Mbretëria e Bashkuar, të gjithë pan ekonominë e tyre të tkuren përveç një vendi. Ky ishte Polonia, e cila u bë e njohur si ishulli i gjelbër, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit lëngonte me humbjet e mëdha të një pasnjëshme, ekonomia polake në fakt u rrit me rreth 2.8%. Tani si ka mundësi që një vend që vetëm 18 vite më parë ishte në një katastrofë ekonomike, bjetoi krizën më të madhe të globit që prej depresionit të madh. Edhe nuk është se ishte magjimo, ishte një kombinim mes paranojës dhe fatit. Fillimisht paranoja, siç ju thash pak më përpara vitet 90 ishin traumatike, por kjo traumë bëri që bankierët polak të ishin jashtëzakonisht konservator. Ndërsa bankat amerikane i jepnin hipoteka për njerëz që nuk përballonin dot asnjë biçikletë, e jo më shtëpi, bankat polake në mbikëqyrjen e rrep të autoritetit të mbikëqyrjes financiare luanin sigurt. Ata kishin borxhe të ulta private dhe nuk kishin asete toksike, gjëra që për të droguarit e Wall Streetit ishin të mërzitshme. Dhe në 2008 të qenit i mërzitshëm ishte superfuqi. Së dyti valuta. Polonia kishte refuzuar të bashkohej me euron. Dhe kjo ishte pika kritike, se kur kriza goditi, zlloti polak humbi shpejt vlerën kundrejt euros. Nëse ishe një turist polak duke u përpjekur të blesh një kafe në Paris, kjo do ishte e keqe normalisht. Por nëse ishe një pronar fabrike polake që eksportonte mobilje në Gjermani, për shembull, ching 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 jackpot. Pa pritmas, mallat polak ishin 30% më të lira se konkurrentët perëndimor brenda një nate. Konsumatorët evropian, të cilët tani të shtëruar dhe kursyes, ndaluan së bleri produktet e shtrenjta lokale dhe filluan të blinin alternativa më të lira polake. Zlloti veproi si një amortizator në këtë pikë. Ndërsa për shembull Greqia dhe Spanja ishin të kapura në kostumin e ngushtë të euros, ishin të paafta për të devalvuar monedhën e tyre dhe për të rritur eksportet. Dhe Polonia ishte e vetme që lundronte përmes kësaj stuhie me rafte eksportesh të lira. Po ka dhe diçka tjetër të kësaj historie të ishullit gjelbër. Qeveria urdhëruar nga Donald Tusk në atë kohë, gjithashtu injektoi para në infrastrukturë, pjesërisht financuar nga grante masive të BE-s. Këto do i cek çik më vonë. Grantet mbanin njerëz të punësuar duke ndërtuar rrugë dhe stadiume për kampionatin e futbollit Euro 2012. Kështu ndërsa dikush në Gjermani apo në Londër po humbte punën, kolegu i këtyre në Krakow ndoshta po merrte rritje rroge. Ishte momenti kur Polonia ndali së qeni pjesëtar i varfër i Europës dhe filloi të dukej si ai më i mençuri në dhomë. Andaj le ta shpjegojmë pak të dyshemen e fabrikës. Nëse sot udhëton në autostradat gjermane, në autobanin e famshëm, merr pak kohë nga jeta dhe shiko kamionët. Ta garantoj unë që 1 në 3 kamion ka targa polake. Këtë e di unë, po e di dhe çdo kush që ka udhëtuar ndonjëherë në Gjermani. Kjo është shtylla e tretë e mrekullisë. Polonia u bë punishtja e perëndimit. Për një kohë të gjatë, ideja ishte se Kina ishte fabrika e botës. Por për Europën, transporti nga Shenzheni për shembull zgjate 40 ditë me anije. Transporti nga Krakova 4 orë. Këtu është lëvizja geniale që bëri Polonia. Ata nuk përpoqen thjesht të konkurrojnë me kosto të lirë të punës. Ata konkurruan me punë komplekse. Imagjino këtë për një moment. E zëm se je CEO i Volkswagen apo Mercedes-Benz. Ju duen motor, karoseri apo panele kontrolli. Punëtorët gjerman duan $40 në orë, javët e punës me 35 orë dhe 6 javë pushim. Pa kilometra larg,
literalisht 1 orë larg me makinë, keni punëtor polak. Ata janë të arsimuar mirë, shpesh me diploma teknike nga universitete prestigjioze politeknike polake, kanë mentalitetin kulturor bëje punën deri në fund. Është ajo paranoja e ngelur pas komunizmit. Dhe për më tepër kushtojnë një pjesë të çmimit gjerman. Nuk ishte thjesht punë e lirë, ishte punë cilësore me çmim të reduktuar. Polonia u integrua aq thellë në zinxhirin gjerman të furnizimit sa ekonomistët filluan të bëjnë shaka se ne është thjesht një nën kontraktor për Gjermaninë. Ama funksionoi. Shikoj industrinë e pajisjeve të bardha. Këto, lavatrice, ku dëgjon, lavasovilje, frigorifer. Nëse bleni pajisje Bosch ose Whirlpool në Europë, ka shumë mundësi që të jetë bërë në Poloni. Polonia u bë prodhuesi më i madh i pajisjeve të bardha në të gjithë BE-n. Ata ndërtuan zona ekonomike speciale. Këto ishin zona specifike ku qeveria u thoshte kompanive të huaja, Jolline. Ndërto fabrikën tënde këtu dhe nuk do të paguani taksa për 10 vjet. Kompanitë u rrëmbyen për të shfrytëzuar këtë mundësi. Amazoni ndërtoi qendra të mëdha logjistike. Google hapi kampus në Varshavë apo JP Morgan që zhvendosi operacionet e saj të back office-it atje. Ky sukses u ndërtua mbi shpinat e punëtorëve polak, të cilët ishin edhe ende janë disa nga më punëtorët në Europë. Kush ka pasur të bëjë me polak e di shumë mirë për çfarë po flas. Sipas të dhënave të OECD-s, punëtori mesatar polak punon rreth 1800 orë në vit, kurse punëtori mesatar gjerman rreth 1300 orë. Pra mrekullia mund të duket edhe pak ndryshe kur jetia ai që punon 500 orë shtesë për 1/3 e pagës. Polonia mundi perëndimin duke punuar më shumë, më gjatë dhe për më pak para, duke konkurruar efektivisht forcën punëtore të rehatshme të perëndimit. Ata u bën motorët thelbësor të Europës që nuk mund të zvendësoheshin aq thjesht. Nëse Polonia do ndalte punën nesër, për shembull, industria gjermane do të kolapsonte brenda 3 ditëve. Por të punosh fuqishëm nuk është se mjafton nëse rrugët janë të baltosura. Dhe kjo na shon te transferimi më i madh kontroversi pasurisë në historinë moderne. Pjesa e 4. Varet se kë pyesni, por kjo pjesë e radhës nga njëra anë konsiderohet si triumf i solidaritetit evropian, nga ana tjetër një grabitje shumë e zgjuar. Më 1 maj 2004 Polonia u bashkua me Bashkimin Evropian. Përpara kësaj date, të udhëtoje nëpër Poloni ishte sport ekstrem. E nuk po tallim, ishte fikse Shqipëria, Rally Dakar. Praktikisht nuk ishte autostrada. Për të shkuar nga Varshava në Berlin, të duhej të udhëtoje në rrugë me një korsi, duke shmangur këmbësor, të dehur apo ku dëgjon lop, gjedh, traktor, të duheshin 8 orë për të kryer një udhëtim prej 500 kilometrash. Ishte makt logjistik dhe normalisht e dëmtonte ekonominë. Pastaj erdhën fondet e kohëzimit. Ky ishte termi teknik për vendet e pasura që paguajnë vendet e varfra të organizohen më mirë dhe askush plak, edhe literalisht askush nuk e zotëroi artin e tërheqjes së fondeve nga Bashkimi Evropian më mirë se sa Polonia. Midis 2004 dhe 2020-s, Polonia mori një transferim neto prej rreth vëmendje 127 miliard dollarësh nga BE-ja. Nëse përfshini ciklin aktual të buxhetit, po afrohemi me shifra që rivalizojnë edhe planin Marshall, plani amerikan për të rindërtuar Europën perëndimore mbas luftës së dytë. Imagjinoni si ai xhaxhi që vjen nga emigrimi, edhe të thotë do paguaj çatin e re, të rregulloni oborin, të bëni tubacionet e reja, madje do ju bledhe kompjuter të ri. E vetmja gjë që duhet bëni është të silleni sipas rregullave të mia. Polonia e mori atë marrëveshje dhe e zbaktoi me prekpikmëri. Nuk është se thjesht shpenzuan parat, por i investuan me një precizion kirurgjik, me një disiplinë ushtarake thuajse në infrastrukturë. U ndërtuan mbi 4000 kilometra rrugë ekspres dhe autostrada. Papritmas, ai kamioni plot me lavatrice që përmendëm pak më parë, mund të arrinte në Hamburg për gjysmën e kohës. Edhe koha, mi amigos, është para. Kjo shqyrua nga rinovimi urban. Esin sot në Varshavë, Gdansk, Poznan. Qendrat historike janë të pastra. Tramvajet janë të reja, sistemet e kanalizimeve, edhe pse nuk i shef njeri, por janë thelbësore, u renovuan plotësisht. Pastaj bujqësia. Bujqit polak që ishin të trebur nga BE-ja përpara antarësimit, papritmas gjetën vetëm duke marrë subvencione të drejtë për drejta, që normalisht ata i përdorën për të modernizuar. Sot Polonia është një eksportuese masive ushqimesh. Hani kërpulla apo ku dëgjon në qytetet e Europës me shumë mundësi vijnë nga Polonia apo ndonjë pul me shumë mundësi polake. Por këtu hyn pjesa më sfiduese, se kjo nuk ishte bamirësi. Europa perëndimore, veçanërisht Gjermania, e dinte shumë mirë se çfarë po bënte. Ata paguan për rrugët në mënyrë që kamionët e tyre mund të kalonin mbi to për të shitur mallra tek konsumatorët polak.
paguan për të stabilizuar rajonin që mos të krijohej, le të themi, një shtet i dështuar kaotik në kufi. Por qeveria polake, miku im, po luante me 4 porta. Ata morën parat, ndërtuan infrastrukturën dhe pastaj e përdorën të njëjtën infrastrukturë për të ulur kostot e tyre logjistike, duke bërë kompanitë vendase edhe më konkurruese ndaj vetë gjermanëve që financuan rrugët. Polonia përdori eurot e taksave gjermane për të ndërtuar një makineri eksporti që tani konsumon pjesë të tregut gjerman. Duhet admiruar guximet e disiplina, por vazhdojmë me strumbullarin e lojrave nga qymyrit e kodi. Se nëse mendoni se Polonia është thjesht një tokë bujqësore dhe ka punëtor fabrikash, po jetoni akoma në 2015. Faza tjetër e mrekullisë ishte strumbullari i teknologjisë. Dhe për ta kuptuar këtë, duhet të shikojmë diçka që duket në fakt e parëndësishme. Videolojrat. Në mes të viteve 2000, me sa thuhet, një grup djemsh në Varshavë, që më përpara shisnin CD të piratuara në treg pranë stadiumit, vendosën të krijojnë një lojë të bazuar nga roman fantazie polak. Kompania ishte CD Projekt Red dhe loja ishte The Witcher. Sot projekti është një gjigant, mamuthi videolojrave. The Witcher 3 konsiderohet një nga lojrat më të mira të bëra ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Cyberpunk 2077, pavarësisht se u lançua me probleme dhe gabime, përsëri shiti miliona kopje, madje dhe prodhoi një seri të tërë anime në Netflix që u bë hit. Pse ka rëndësi kjo, do thoni ju? Sepse ishte sinjali paralajmërues. Polonia kuptoi se kishte një armë sekrete, shkencën, matematikën. Gjatë periudhës komuniste, sistemi arsimor ishte thellësisht i orientuar drejt matematikës, inxhinierisë dhe shkencave natyrore, deri diku si Shqipëria. Ata nuk u përqendruan vetëm tek sociologjia ose marketingu, por u përqendruan tek ndërtimi i urave, llogaritja e trajektoreve, dhe kur perdja e hekur ra, kjo trashëgimi mbeti. Polonia akoma prodhon një numër mahnitës të diplomuarve në lëndë shkencore, dhe po ashtu si punëtorët e fabrikave, këta programues janë e para me aftësi të larta, e dyta të përputhur kulturalisht me biznesin perëndimor, dhe e treta ndjeshëm më të lirë në çmim se një zhvillues kodi në Silicon Valley apo në Londër. Dhe bankat globale e vunë re këtë. Nëse përdorni një aplikacion bankar në Londër ose New York, ka shumë mundësi që kodi që funksionon prapas skenave është shkruar në Varshavë ose në Krakow. Kompani si Google, Samsung, Intel ndërtuan qendra të mëdha R&D në Poloni. Jo call center, amigo, as fasoneri si puna jon, por zhvillim dhe kërkim. Polonia gjithashtu ka përcjell sisteme tradicionale bankare. Ndërkohë që amerikanët ende shkruanin çeqe në letër dhe gjermanët ishin të fiksuar pas paras në dorë, Polonia krijoi Bejke, dhe jo Bejke Barg. Bejke është një sistem pagesësh mobile që ju lejon të paguani për gjithçka me një kod 6 shifror. Është i menjëhershëm, falas dhe universal. Mund të dërgoni para në numrin e telefonit të një shoku brenda 1 sekonde. Kur e krahason me Apple Pay duket kota biskota. Ky transformim digjital krijoi një klasë të mesme të re. Dhe nuk po flasim për punëtorët e fabrikave që mbijetonin muaj pas muaj, po flasim për inxhinierë software-i 25-28 vjeçar që ngazin Audi, blejnë apartamente në Varshavë ku çmimet rriten dhe ushqejnë një bum të konsumit të brendshëm të paparë më parë. Ata ka përcyen fazën e industrisë së rëndë dhe u hodhën drejt në ekonominë e shërbimeve digjitale. Por, se ka gjithmonë në në çdo histori. Ky modernizim i shpejt krijoi një hendek masiv. Nga njëra anë, Polonia metropolitane, qytete të mëdha liberale të pasura. E nga ana tjetër, Polonia rurale, vëndje në lindje periferike rurale, konservatore dhe më të varfra. Ndërkohë që programuesit në Varshavë pinin latte me qumësh bajame apo ku dëgjon, buqit në përfshatra akoma pyesin veten e tyre pse mënyra e tyre tradicionale e jetës po zhdukej. Ky tension është, le të themi, benzin për breshërinë politike që e dallon Polonin sot. Dhe duke folur për zhdukjen, ka një lloj zhdukjeje që as parat nuk mund ta blejnë. Dhe kjo në fakt është kërcënimi më i madh për të gjithë këtë mrekulli. Se gjithçka duket e shkëlqyer apo jo. Ekonomia po nulizon, kullat po ngrihen, zhvilluesit po kodojnë, por e fshehur diku gjendet një minë me sahat, e cila nuk mund të anullohet me beton ose duke koduar. Polonia, po ashtu si shumica e vendeve ish komuniste, po vdes. Në mënyrë të drejtë për drejtë, vendi ka një nga normat më të ulta të lindshmërisë në botë, rreth 1.26 fëmijë për grua. Kur duhet të mbajtur në mend që për të mbajtur një popullsi stabile, duhen 2.1.
Polonia praktikisht po zvoglohet me madhësinë e një qyteti të vogël çdo vit. Kjo pasojë e terapisë shokuese që diskutuam më përpara, por jo vetëm. Ajo traumë bindi shumë të brezit ton edhe më parë, që bota ishte e paqëndrueshme dhe e shtrenjtë. Prandaj vonuan të bënin fëmijë. Pastaj emigruan. Për vite me radhë, eksporti më i madh i Polonisë nuk ishin objektet fizike apo materiale, por njësoj si Shqipëria, ishin njerëzit. Pas hyrjes në Bashkimin Evropian, mbi 2 milion njerëz, kryesisht të rinj në moshë pune, mbushën valizhet dhe u nisën për Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Irlandë apo ku diun. Ata u bën hidraulikët e Berlinit apo infermierët e Dublinit. Ky ishte largimi i trurit. Qeveria u përpoq të nxisë njerëzit të kenë fëmijë. Prezantuan në atë programin e quajtur 500+, që tani është 800+, duke i dhënë prindërve para çdo muaj për çdo fëmijë. A funksionoi? Me thënë të drejtën jo. E uli varfërinë e fëmijëve që është e shkëlqyer si gjë, por norma e lindshmërisë pothuajse nuk ndryshoi fare, se nuk mund t'i paguash njerëzit për të haruar ankthin e tyre për të ardhmen. Pra, si mund ta mbash këtë mrekulli ekonomike duke u përballur me mungesën e punonjësve? Logjikisht fillon ta importosh atë. Dhe kjo është goxha ironike për Poloninë. E njëjta qeveri konservatore që fitoi zgjedhjet duke thënë jo emigrantëve në heshtje, mbikëqyri fluksin më të madh të emigrantëve në historinë e Polonisë, së pari me ukrainasit edhe përpara luftës së 2022-shit, pastaj me punjonjës nga Bielorusia, India, Nepali dhe Filipinet. Nëse porosisni për shembull në një Uber Eats apo Liferando në Varshavë, ai që do të vijë me biçikletë nuk është polak, ajo është e sigurt. Me shumë mundësi janë këto të Azisë së Jugut. Tani në çdo shtet ata njëjtit janë, por gjithsesi, po flasim për Poloninë sot. Polonia po transformoi shpejt nga një shtet etnik në një shoqëri multietnike, thjesht nga nevoja ekonomike. Ata kishin nevojë për duar për të ndërtuar ndërtesa dhe për të shpërndarur paketat. Nëse nuk zgjidhin këtë mungesë fuqie punëtore, mrekullia shpërbëhet thjesht. Po një tjetër hallk është narrativa e vendit më të sigurt në tokë. Ndërsa perëndimi përballet me krizat, trazirat sociale, rritjen e kriminalitetit në qytetet kryesore apo protestat për shpenzimet e jetës, Polonia është gjendur aksidentalisht në një strategji të re marketingu. Siguria e përditshme. Mund të shkoni tani në YouTube apo në TikTok dhe të kërkoni diçka rreth sigurisë në Poloni, edhe të gjesh qindra video nga turistë amerikan apo perëndimi i Europës që ecin nëpër Varshavë në mes të natës dhe të tronditur që askush nuk po i grabit. I dëgjon të gjithë duke thënë, eja në Poloni ku gjëja më e rrezikshme është ndotja e ajrit. Normat e krimit në Poloni janë statistikisht jashtëzakonisht të ulta, krahasuar me Mbretërinë e Bashkuar, Francën apo Gjermaninë. Praktikisht nuk ka zona të ndaluara. Mund të lëshosh laptopin bie fjala mbi një tavolinë kafeje në Varshavë, të shkosh në tualet dhe mund ta gjesh prapë aty ku e lë. Tani vëmendje miq, mos e bëni me të vërtet, po e kuptoni ku e kam fjalën. Pse ka rëndësi kjo për ekonominë? Po sepse kjo shëmbëllen stabilitetin dhe stabiliteti shitet. Ndërsa perëndimi i Europës duket gjithnjë më kaotik për investorët dhe individët me pasuri të lartë, Polonia po pozicionohet si një oazë i sigurt. Po shohim një lloj migrimi të kundërt, sepse një pjesë e mirë e polakëve që u larguan për shembull për në Mbretërinë e Bashkuar 10 vite më parë, po kthehen, se ata shikojnë çmimet e qeras në Londër dhe problemet e sigurisë, dhe i kthejnë syt nga shtëpia, ku mund të blejnë një shtëpi dhe të dërgojnë fëmijët në shkollë të sigurt. Dhe kësaj po mbushin valixhen për rrugën e kthimit. Nuk janë vetëm polakët që po kthehen, po shohim se si specialistë, për shembull nga IT apo të tjera punë të asaj fushe, nga perëndimi i Europës, po lëvizin drejt Polonisë. Cilësia e jetës për një profesionist të klasës mesme në Gdansk për shembull, është me të vërtetë më e lartë se sa në shumë kryeqytete perëndimore. E më besoni, kam mjaftueshëm drejtues teknik dhe inxhinier polak që në përditshmëri punojnë këtu, por jetojnë atje. Dhe Polonia e mundi perëndimin duke u bërë vendi që perëndimi ishte dikur, i sigurt, i pastër dhe optimist për të ardhmen. Tregojmë të sinqert një moment. Kush ka më shumë rëndësi për ty? Siguria apo paga e lartë? A do të pranosh një ulje page prej 20% për të jetuar diku ku mund të ecësh vetëm natën pa u shqetësuar për sigurinë? Sepse ky është kompromisi që shumë njerëz po bëjnë tani. Ma shkruani përgjigjen në komente, jam teje kurioz. Tani le të flasim për armët. Kështjella e re e Europës. Nuk mund të kesh një mrekulli ekonomike nëse fqinjët e tu kërkojnë të pushtojnë. Dhe Polonia, siç e dim, ka një fqinjë shumë të komplikuar. Që nga shkurti 22 Rusia pushtoi Ukrainën, Polonia hyri në modalitetin e plot të ekonomisë luftarake. Por ndryshe nga 1930, këtë herë ata nuk prisnin ndihmë, por po bëhen vetë ndihma. Polonia aktualisht po ndërton atë që ka shumë gjasa të jetë ushtria toksore më e fuqishme në Europë. Dhe nuk po blen thjesht armë, po blen tanqe
Abrams nga Amerika, tanqe K2 apo K9 nga Korea e Jugut, avion luftarak F-35, helikopter Apache, po shpenzojnë mbi 4% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Flasim për 2 fishin se sa kërkesa e NATO-s dhe krahasimisht shpenzojnë më shumë përqindje të PBB-s se sa Shtetet e Bashkuara vetë. Pse është kjo pjesë e historisë ekonomike, thoni ju? Po sepse këto shpenzime po nxisin industrinë masive të mbrojtjes brenda vendit. Polonia nuk blen vetëm tanke koreane se nuk janë kaq qola. Ata nënshojnë marrëveshje për t'i prodhuar këto tanqe në Poloni. Synojnë të bëjë një eksportues i madh armësh. Kjo krijon mira vende pune në prodhim të teknologjisë së lartë dhe transferon teknologji moderne tek inxhinierët polak. Për më tepër, Polonia është bërë qendra logjistike për Ukrainën. Çdo plumë, çdo fash, çdo raket Javelin që shkon në Ukrainë kalon nëpërmes Polonisë. E ka kthyer aeroportin e Reshov në qendrën më të rëndësishme të transportit në botë për momentin. Gjeopolitikisht, qendra e gravitetit në Europë po zhvendoset në lindje. Për dekada Parisi dhe Berlini vendosin, por tani kur bëhet fjalë për sigurinë, të gjithë shikojnë nga Varshava. Polonia ka pozicionin më lart dhe ka fuqinë ushtarake për ta mbështetur. Ata përdorin këtë rëndësi për të kërkuar më shumë investime dhe pushtet politik brenda BE-s. Dhe nuk janë më një partner i vogël, le të themi, por janë roja në derën lindore të Evropës dhe presin të paguhen për këtë punë. Por gjithë kjo armët, rritja, sharmi, na çon tek pyetja përfundimtare. A mund të zgjas? Apo është një flusk që do të shpërthej? Ja e vërteta e ftohtë e ekonomisë, me aq sa unë e kuptoj, është relativisht e thjeshtë të shndërrohesh nga vendi varfër në vendi klasës mesme. Thjesht kopjon ato çfarë bëjnë vendet më të pasura. Ndërto fabrika, bën rrugë, punoni lirë, por të shkosh nga klasa e mesme në pasuri, kjo është enigma. Ky është kurthi i të ardhurave të mesme. Dhe ja ku gjendet Polonia për momentin. Ban mend siç thash se Polonia e mundi perëndimin duke qenë më e lirë, po e ka darë ta bishtin mbrapa. Ajo periudhë ka mbaruar. Pagat në Poloni janë rritur ndjeshëm. Në qytetet kryesore një specialist i mirë fiton një pagë që nuk është shumë larg asaj që do të merrte nëse do ishte në Itali apo Spanjë. Kjo është i shkëlqyer për punëtorët, por një makth për modelin ekonomik, sepse nëse je shumë i shtrenjtë për të qenë fabrika e lirë, por nuk ke teknologjinë për të qenë inovator, mbetesh i bllokuar. Mbetesh pak a shumë si Brazili apo Turqia, vende që kanë potencialin kolosal, por kanë ngelur vend numro. Polonia, kësaj duhet të kalojë nga imitimi tek inovacioni. Duhet të ndalojë montimin e makinerive gjermane dhe të fillojë të ndërtojë të vetat. Dhe ata po përpiqen në fakt. Shiko Solaris, bëjnë autobusë elektrik që shihen në qytete të ndryshme të Europës, përfshirë dhe Berlinin, apo Impasti. Janë ato kasafortat për paketat e dërgesat postare, që i sheh kudo dhe një eksport revolucionar logjistik për vende si Mbretëria e Bashkuar, Franca apo Gjermania. Qeveria u përpoq të lançonte një makinë kombëtare, makinash elektrike të quajtur Azer. Ka qenë një kaos plot vonesa dhe dyshime. Të ndërtosh një markë globale është e vështirë, por mrekullia po hyn në fazën më të rrezikshme të saj. Polonia nuk mund të mbështetet më vetëm se punojnë shumë. Ata duhet të punojnë në mënyrë më të mençur. Duhet të binin botën që Made in Poland do të thotë cilësi e lartëre, jo vetëm çmim i lirë. Nëse dështojnë këtu, do të rrëshqasin prapa. Nëse ja arrin, ata do të bashkohen me klubin elitar të vendeve si Korea e Jugut, vendi vetëm në fakt në historinë e afërt që ja ka dalë një ndërmarrje të tillë. Pra, a e mundi Polonia perëndimin? Në shumë mënyra po. Ata mundën perëndimin duke u kujtuar se çfarë e bëri perëndimin të pasur si fillim: ambicie, guxim dhe industri. Ndërsa Europa perëndimore u bë e rehatshme, burokratike dhe e friksuar ndaj rreziqet, Polonia mbeti e urritur. Ata e pranuan dhe absorbuan dhimbjen e ndryshimit. Përqafuan mundin, morën paratë e BE-s sigurisht, por nuk i shpërdoruan me projekte të zbukuruara si budallëqit që bëjmë ne në Shqipëri. Por ndërtuan motor ndryshimi, dhe ndryshimi psikologjik është fitoria e vërtetë, se kjo e ndan shapin nga sheqeri. 30 vite më parë, polakët si puna jon shikonin perëndimin me një kompleks inferioriteti. Dëshironin të ishin perëndimor, por sot ai kompleks thuajse zhdukur. Nuk ka të rinj polak që duan të jenë gjerman apo amerikan sot. Ata e dinë që vendi i tyre është më i sigurt, më i pastër dhe po rritet më shpejt. Dhe e shohin në Evropën perëndimore jo më si tokën e premtuar, por si një vend që po skandalizohet, ndërsa ata po përshpejtojnë. Është në rrugë për të bërë ekonomia e G20. Është fuqia ushtarake e re e Europës dhe zemra logjistike e kontinentit. Por le të përfundojmë me një paralajmërim, le të themi. Suksesi do e mos, siç e kemi parë në perëndim, sjellë re ati. E njëjta burokraci që mbyti Europën perëndimore po fillon të rritet edhe në Poloni. Demografia është katastrofë.
politika është e polarizuar. Mrekullia ekonomike polake nuk ishte dhuratë nga Zoti. Ishte ultramaraton prej 30 vitesh mes gropash dhe baltës. Ata arritën të kafin majat dhe tani vjen pjesa më e vështirë, si t'i kalosh ato. Historia e Polonisë është tregimi i të nështruarve që arritën të fitojnë. Është një udhëtyrë se si të ngrihesh nga rrënojat e historisë dhe të ndërtosh një superfuqi në një qenerat vetme. Ta morën terapi shoku kur dhimbte, u qetësuan kur bota u çmend në 2008, ndërtuan fabrikat, koduan lojrat dhe asfaltuan rrugët. Mësimi më i madh nuk është drejt për drejt për Poloninë, por për momentumin, për vazhdimsinë. Ekonomitë ngrihen dhe bien. Perëndimi nuk është se është një klub i përhershëm, është thjesht një mendësi. Dhe për momentin, kjo mendësi është gjallë më shumë se kudo tjetër në Varshavë. Mbase, ekspertët tanë shqiptarë ndonjëherë duhet të drejtohen nga verilindja për të parë se çfarë mësime mund të huazojmë ne nga Polonia. Çfarë mendimi keti që e dëgjove këtë podcast? A është Polonia e ardhmja e Europës? Apo gremina demografike do t'i dërgoj dhe ata duke urrëzuar? Kam vërtet interes dhe kuriozitet të shoh parashikimet e tuaja nëpër komente. Nëse episodi ju ka pëlqyer, lini një pëlqim, shpërndani me miqtë tuaj dhe nëse keni dëshirë, mund të na dërgoni donacione në linket në përshkrim. Unë ju falenderoj nga zemra që e ndoqët këtë episod. Bashkë më dëgjofshim episodin tjetër dhe qëndroni të uritur miq. Buçim në bu, CH, CHI. Bu, CHI podcast.